Mbyllja e sesionit parlamentar përkon edhe me përfundimin afateve të dy komisioneve të posaçme që u ngritën në fillim të kësaj legjislature, atij për reformën zgjedhore dhe komisionit për reformën administrativo-territoriale. Dy proceset kanë ndjekur ritme të ndryshme. Në reformën zgjedhore janë ruajtur kanalet e dialogut mes palëve, ndërsa reforma territoriale mbetet e bllokuar pas bojkotit opozitës në mbledhjen e fundit. Ndërkohë, konferenca e kryetarëve ka marrë sot një vendim për ecurinë e njërit prej këtyre komisioneve. Për më shumë lidhemi tani me kolegen Fiorella Beleshi. Fiorella, përshëndetje, u mblodh këtë mëngjes konferenca e kryetarëve, çfarë vendosi konkretisht për komisionin e reformës zgjedhore? Sa herë është ngritur komisioni i posaçëm për reformën zgjedhore, asnjëherë nuk e ka përfunduar punën në mandatin e parë apo në kohën që ka pasur fillimisht dhe ka kërkuar shtyrjen me konsensus të dy bashkëkryetaret, Damian Gjiknuri i Partisë Socialiste dhe Erbil Lykbashi i Partisë Demokratike. Të dy bashkëkryetaret ka kërkuar që deri me 30 nëntor të shtyhet puna e komisionit dhe është miratuar nga konferenca e kryetarëve. Ndryshe nga reforma territoriale, reforma zgjedhore do të vijojë punën edhe sesionin tjetër parlamentar në vjesht, ku pritet që tashmë të ketë edhe disa muaj kohë për të gjitha ndryshimet dhe për të arritur edhe dialogun që ata kërkojnë mes tyre, edhe me kërkesën e ndërkombëtarëve. Dhe me shtyrjen e këtij afati, Fiorella, cili do të jetë kalendari i punës së komisionit dhe cilat janë çështjet që mbeten ende pa dakordsi? Do duhet që Komisioni i Posaçëm për Reformën Zgjedhore të punojë në dy kursi. E para ka të bëjë me ligjin për financimin e partive politike, i cili është një ligj i kërkuar nga ana e Bashkimit Evropian në kuadër të integrimit të Shqipërisë drejt Brukselit, ku tashmë ka edhe dy opinione, si nga Odiri gjithashtu edhe nga Venecia. Ekspertët të dyja palëve do duhet që të marrin të gjitha të dhënat apo gjithë opinionin e të dyja organizatave ndërkombëtare, që më pas të implementojnë në ligjin e parë, ku të dyja, edhe Odiri dhe Venecia, i thanë politikës shqiptare që ligji i paraprak që ato kishin bërë, drafti paraprak, ishte shumë i butë dhe duhet të forcohet, sidomos për financimin e partive politike nga palët të treta, do duhet që të bëjnë ndryshime dhe për këtë arsye do të ketë dy trueza në fund të këtij muaji me 28 dhe 29, si me ekspertët e reformës zgjedhore, gjithashtu dhe ekspertët e Odirit, përsa i përket financimit të partive politike. Por nga ana tjetër do të kemi edhe truezë me datën 22 përsa i përket integritetit të zgjedhjeve dhe një seancë dëgjimore me policinë e shtetit, përsa i përket ndryshimeve që do të ketë në kod. Ka nisur tashmë seancë dëgjimore dhe ka bërë një kalendar Komisioni i Posaçëm i Reformës Zgjedhore, ku fillimisht ka raportuar disa javë më parë edhe kreu i SPAK, gjithashtu prokurori i përgjithshëm dhe disa institucione të tjera, për të parë dhe për dhënë ata propozimet e tyre se si mund të jetë një proces me integritet. Për post financimit të partive politike, Komisioni i Reformës Zgjedhore do duhet që të punojë përsa i përket rekomandimeve të Odirit, i cili është dhe ky një kusht nga ana e Brukselit përsa i përket reformës zgjedhore dhe rrugës së integrimit të Shqipërisë. Por, ndërsa për financimin e partive politike duke që palët janë dakord, deri tek përsa i përket ndryshimeve në kod, duke që palët kanë disa mosmarrveshje. Por, ndryshe nga reforma territoriale, Fiorella, procesi zgjedhor ka prodhuar më shumë konsensus. Kjo lidhet me interesin politik të palëve apo me mënyrën se si është menaxhuar komisioni nga dy bashkëkryetarët? Gjithmonë, e thash dhe në fillim, gjithmonë Komisioni i Posaçëm për Reformën Zgjedhore ka marrë më shumë kohë, ndryshe nga reforma zgjedhore territoriale, Partia Socialiste ishte vendosur që do duhet që të përfundojë brenda këtij sesioni, por ndryshe nuk kishte më kohë për të shkuar me një ndarje të re territoriale në zgjedhjet e ardhshme lokale, ndërkohë përsa përket reformës elektorale ka ende kohë dhe gjithmonë Partia Socialiste dhe Partia Demokratike ndryshimet, edhe pse ka nisur punë në të njëjtën kohë, ndryshimet i bën gjithmonë në momentin e fundit përsa përket. Por duhet themi që edhe dy bashkëkryetare, Damian Gjiknuri dhe Erbil Lykbashi, ndër vite kanë bërë komisione dhe punë dhe dialog të përbashkët dhe me sa duket edhe konsensusi mes tyre qëndron apo ndoshta edhe konsensusi për të mos i ndar rrugët e njëra tjetrës për shkuar drejt një reforme të njëanshme, pavarësisht se në fund gjithmonë palët dalin të pakënaqura nga njëra tjetra. Edhe pse për të dy reformet, po sidomos për reformën elektorale, Brukseli ka kërkuar një reformë gjithëpërfshirëse dhe me konsensus politik nga të dyja palët. Por reforma administrativo-territoriale duket se ka hyrë në një ngërt, çfarë mund të konsiderojë të mbyllur ky proces për këtë sesion parlamentar?
Puna e Komisionit të Reformës Territoriale ka përfunduar. Në datën 16 ka përfunduar afati i saj. Partia Socialiste nuk ka pranuar që të shtyhet puna e komisionit, ndryshe nga kërkesa e Partisë Demokratike, e cila kërkoi që të shtyhet deri në tetor, ashtu siç bëri Komisioni i Posaçëm i Reformës Zgjedhore, por nga ana tjetër Komisioni i Posaçëm i Reformës Territoriale, Partia Socialiste ka dorëzuar dhe pritet që me datën 23 korrik në seancën e fundit të këtij sesioni të lexojë dhe të bëjmë dije edhe çështjen e Partisë Socialiste për sa përket ndarjes së re territoriale. Nuk ka dakordsi për numrin e bashkive, ku njëra palë kërkon më shumë bashki, Partia Demokratike, Partia Socialiste kërkon më pak bashki. Tashmë do shkojmë në mënyrë të njëanshme nga ana e Partisë Socialiste, e cila nuk pranon të shtyhet më tej, por kërkon që të ndryshojë numri bashkive dhe nga ana tjetër që të shkojë në zgjedhjet e 2027-s, në zgjedhjet lokale të shkojë me ndarjen e re territoriale. Por nëse mazhoranca vendos ta vijojë punën e komisionit, cilat janë rrugët procedurale? Mund të rikthehej debati për ndryshimin e përbërjes së komisionit, siç ndodhi disa muaj më parë? Pak më parë, ne arritëm të kishim një intervistë me bashkëkryetarin e Komisionit të Posaçëm të Reformës Territoriale nga ana e Partisë Socialiste, zoti Arbian Mazniku, dhe tha që nuk do kemi më një ndryshim apo një riformulim apo një rikonceptim të komisionit, një komisioni të ri të Reformës Territoriale, por në datën 23 do lexoj Partia Socialiste, do të jetë zoti Arbian Mazniku ai që do lexoj edhe përsa përket skenarit i cili preferon Partia Socialiste, më pas në shtator. Dhe në tetor pritet që të miratohet ndarja e re territoriale. Dhe për të shmangur duhet temi dhe konsultimin publik për të marrë sa më pak kohë, Partia Socialiste ka menduar, edhe këtë e konfirmoi dhe zoti Mazniku për aty CNN, që nisma projekt ligji do të vijë me nismë deputeti. Antarët e Partisë Socialiste në Komisionin e Posaçëm të Reformës Territoriale do të firmosin draft ligji që më pas të vinë në parlament, dhe pasi të kaloj draft ligji të depozitohet në parlament, do duhet që të kaloj kryetarëve të bashkive dhe më pas këshillit që të japin mendimin e tyre për se përket të këtij drafti dhe më pas të miratohet në parlament, dhe Partia Socialiste është e mendimit dhe ka si objektiv që në fund të shtatorit ose në fillim të tetorit të miratohet ndarja e re territoriale. Cilat kanë qenë variantet apo modelet më të preferuara të Partisë Socialiste? Partia Socialiste i qëndron besnik dhe skenarit fillestar të saj të ketë më pak bashki në zgjedhjet e ardhshme lokale. Ende nuk e bëjnë publike se sa do të jetë numri i saktë nga ana e kësaj force politike, që tashmë do ta miratojnë në mënyrë të njëanshme edhe pse kërkon 84 vota, por të paktën sipas komunikimeve me antarët e mazhorancës, numri i bashkive nuk do të jetë më i madh se 50 dhe nuk do të jetë më i vogël se 40. Gjithaj numri i bashkive, edhe pse sipas tyre nuk ka përfunduar ende diskutimi, janë ende disa bashki duke u diskutuar, do të jenë bashki të vogla të cilat do të bashkohen me bashki të mëdha ose disa bashki të vogla do të bashkohen së bashku, por numri do të variojë nga 40 deri në 50. Nuk do ta kapërcejë numrin 50, çka do thotë që do të jenë të paktën, duke referuar numrit që deri më tani që janë 71, do të ketë më pak bashki nga sa i përket aktualisht. Do të kemi deri në 50 bashki sipas Partisë Socialiste, më pas do të kemi edhe një ndarje të rajoneve, ku do Partia Socialiste është besnike ndarjes në 4 rajone për të marrë më shumë financime dhe për të patur më shumë funksione, ndërkohë që të nuk do të ndryshojnë në këtë moment edhe nga propozimi i Partisë Socialiste, por më pas do ketë një rikonceptim pas ndarjes territoriale për sa i përket funksioneve dhe gjendjes financiare, ku për të cilën Partia Socialiste do të mendoj deri në verën e 2027-s, ku komisioni do të reaktivizohet sërish për të menduar për sa i përket funksioneve dhe financave të bashkive, për të bërë më pas ndarjen e funksioneve, për t'u dhënë mundësi rajoneve që të ketë më shumë funksione apo edhe më shumë mundësi për të tërhequr të gjitha fondet e Bashkimit Evropian. Kyra, të falenderoj për gjitha informacionet që na përcolle për 2 komisionet e posaçme, reforma zgjedhore dhe reforma administrative territoriale.